Maliqi kërkon fitore në ndeshjen e parë të sezonit. Në javën e dytë të kategorisë së dytë, Maliqi do të presë në shtëpi skuadrën e Delvinës, e cila në javën e parë triumfoi bindshëm me rezultatin 4-1 ndaj Devollit. Ndryshe nga kundërshtari, maliqarët ishin pushim javën e kaluar dhe ky takim do të shënojë debutimin e tyre në këtë sezon. Trajneri Egli Malsia ka theksuar se synimi i vetëm në këtë përballje është fitoria, duke kërkuar që ekipi i tij të nisë kampionatin me rezultatin pozitiv përpara tifozëve vendas. Kemi 2 muaj që përgatitemi për fillimin e kampionatit. Normalisht do të vlerësojmë çdo kundërshtar, ashtu si edhe Delvinën, edhe pse në ndeshjen e parë ka fituar me rezultat shumë të mirë dhe 4 gola nuk janë pak, sidomos ndaj një ekipi si Devolli. Dhe kjo na bën që ta vlerësojmë akoma më shumë dhe mos kemi as pak në vlerësim për të kundërshtar. Dhe besoj që objektivi vetëm i kësaj ndeshje për ne është 3 pikë. Tokën time unë pak a shumë e kam të qartë formacionin fillestar, por dua që lojtarët të jenë duke dhënë maksimumin deri në ditën e fundit që ne do të përgatitemi. E rëndësishme është që këtë vit unë kam cilësinë e ekipe dhe kam dhimbje koke se kjo do të fut nga fillimi në formacionin startues. Kështu që më mirë ta kem të konkurrencën brenda edhe të shërbej për të mirën e ekipit. Unë besoj me punën që është bërë dhe me dëshirën që kam parë të djemtë, sidomos edhe të djemtë e rinj që janë afruar këtë vit, besoj që kanë shtuar patjetër cilësinë, por edhe dëshirën dhe grindën bashkë me konkurrencën brenda grupit për të dhënë pastaj më të mirën ditën e diel. Nga ana tjetër, Devolli këtë javë luan në shtëpi me Shkumbimin.